Ramazani është një udhtim i thellë shpirtëror drejt vetdijes, për ulësisë dhe dashurisë për Zotin si dhe ndaj njëri tjetrit, thot në urimin e tij kryeparlamentari Afrim Gashi. Në heshjen e agjerimit lind mëshira, forcohet durimi dhe qetësohet shpirti, në sakrificë rritet mirënjohja, ndërsa në lutje gjejmë shpresën që na bashkon, thuhet në urimin e Gashit. Ramazani le të jetë muaj i shenjtë, një fillim i ri për shpirtin dhe një afrim më i madh me njëri tjetrin. Agjerim të lehtë dhe lutje të pranuara, shkruan shkurt në rrjetet sociale kreu i lëvizjes Besa dhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, duke shpërndarë një video material me pamje nga droni të xhamive në rajonin e komunës së Tetovës. Nëse Kasami ka shpërndar pamje të xhamive të rajonit të Tetovës, kreu i komunës së Çajirit Izet Mexhiti në rrjetet sociale urimin ja ka bashkangjit edhe një foto nga xhamia e re që u mbrëm u hap në Shkup. Në Çajir, në rrugët e Shkupit dhe në lagjet ku jehona e ezanit është pjesë e përditshmërisë, Ramazani ka mbajtur gjithmonë një ndjenjë të veçantë, shkruan në Facebook Izet Mexhiti. Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit hapet një kapitull i veçantë reflektimi për kushtimin dhe afrimi me krijuesin, thuhet në urimin e kreut të BDI-s Ali Ahmetit. Ramazani është më shumë se agjerim, është shkollë e durimit, e solidaritetit dhe pastrimit shpirtëror, është thirrje për të forcuar besimin, për shtuar veprat e mira dhe për të ndarë me njëri tjetrin frymën e mëshirës e të mirëkuptimit, shkruan Ali Ahmeti në rrjetet sociale. Urimi për fillimin e Ramazanit nuk ka munguar edhe nga lideri i LSDM-s Venko Filipçe. Agjerimi i Ramazanit është më shumë se traditë, është rikujtues për vlerat më të rëndësishme njerëzore, respektit, solidaritetit, mëshirës dhe mirëkuptimit të ndërsjellët, shkruan Filipçe. Ky muaj të na udhëheq drejt veprave të mira, bashkëpunimit dhe solidaritetit, duke na kujtuar rëndësinë e mbështetjes së njëri tjetrit. Në këtë mënyrë nisjen e Ramazanit e ka uruar edhe kreu i PDSH-s Mendo Thaçi. Urime kanë mbërritur edhe nga ASH-ja. Qoftë muaji i Ramazanit një kohë reflektimi për zbuluar sa më shumë dritë e tolerancë për veten e për njëri tjetrin, sepse kemi shumë nevojë, shkruan Arben Taravari. Uroj nga zemra çdo besimtar e besimtare që Zoti të ja lehtësoj agjerimin, t'ua pranoj luqet e t'ua begatoj jetën. Të keni shëndet, dashuri, harmoni dhe bereqet në familjet tuaja, thuhet në urimin e Zjadin Seles.